Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Fluturo për jetën. Në këtë episod të veçantë të Fluturo për jetës do të ndalemi tek një rrëfim që prek zemrën dhe frymëzon shpirtin. Është historia e një babai i cili ndërton karrierën përballë një sfide të madhe të jetës. Në të njëjtën kohë i jep dashuri të pakushtëzuar për dy djemtë e tij. Njëri më i madh i cili ecën në ritmin e zakonshëm të jetës dhe tjetri me sindromën Down, që i ka ndryshuar rrëndësisht mënyrën e të jetuarit. Si e përjeton një prind këtë realitet, si ndërtohet balanca mes ëndrave personale dhe nevojat të veçanta të fëmijës dhe si mund të jetë dashuria më e fortë se çdo sfidë. Përshëndetje dhe mirë se erdhët zoti Afrim. Përshëndetje dhe Anuar. Mirë se ju gjetëm, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Ku dhe si e mësua që djali ka sindromën Down dhe si ishte ai moment për ty si baba? Kjo ka qenë kur bashkëshortja ishte shtatzënë në muajin mes muajit 4 dhe 5. Kishte shenja dhe prej mjekës që kujdeseshte atëherë për shoqën, ginekologja, që ka mundësi që fëmiu të jetë me sindromën Down. Ashtu janë ato simptomet. Nuk ishte e sigurt dhe ne na u dha opsioni për abortim. Atëherë, duke ditur se si mund të jetë jeta e një prindi me fëmijë të thëmë me nevojat veçanta. Mirë po, për arsye se unë më herët kisha mjaftueshëm informata për këtë çështje, duke jetuar jashtë shtetit, e dija se çka na pret, se çka më pret mua apo shoqën si prind, dhe një bisedë të shkurtër me shoqën, një konsultim të shkurtër, vendosëm që do ta pranojmë këtë sfidë, sido që të jetë, do thotë megjithse ishte pak lajm, ndoshta pak i vështirë për ta kapur, për ta pranuar. Mirë po, u dakordohem që nuk mund të luftoj me Zotin, ashtu ka vendosur Zoti dhe e pranuam me gjithë zemër. Si ishin emocionet e para nga lajmi që morët që djali do kishte sindromën Down? Do të thënë, cilat ishin emocionet e para që juve ju përfshin? Emocionet e përzijera, kisha thënë, për arsye se ato që thashë pak më herët, unë kam përvojë, kisha përvojë edhe më herët me këta fëmijë. Kam bërë disa kampe futbolli në Amerikë, në shkolla ku kanë fëmijë vetëm me nevojë të veçanta, dhe dashurinë që e falin këto fëmijë nuk besoj që ka ndonjë shkencë apo ndonjë masë që mund ta matë se sa japin këto, sidomos nëse ju jepet këtyre dashuria. Edhe shoqja nuk kishte mjaftueshëm informata në atë moment, dhe ajo kishte ndoshta disa pikpyetje, mirë po shkaku që ka besim shumë te unë, dhe besoj që bashkërisht do të mund t'ja dalim. Kështu që emisionet ishin të përzijera, mirë po më shumë pozitive se sa negative. Si ndikoi situata në marrëdhënien tuaj me bashkëshorten dhe me djalin tjetër? Në faktin që ne u pajtuam ta bëjmë këtë bashkërisht. Jemi prindër të barabartë në atë aspekt. Marrëdhënia nuk ndryshoi as pak, përkundrazi. Ndoshta nëse ka pasur ndonjë moment ku mos pajtimi më herët, tash ishte një moment ku, si themi ne, për shembull në sfida njeriu shifet se sa është i fuqishëm. E ndoshta sfida që do të vinin e bënën marrëdhënien tonë edhe më të fuqishme. Djali i madh është tash 16 vjeçar, që është 6 vjet më i vjetër se Anuari, e ka pranuar këtë si një vëlla të vogël që e don shumë, dhe ja tash pse përmendi vllaun, minjeri shprehën emocionet në fytyrë. Nuk kemi absolutisht asnjë problem. Djali ndonjëherë, djali i madh, sa ajo është shumë i pavarur prej. Si janë marrëdhënia e tyre? Për merak, shumë mirë. Bëjnë shumë aktivitete bashkë, qoftë aktivitete fizike, ajo ka qef shumë sportin, e don futbollin, ky don basketbollin, mirë po në aspektin e karakterit janë të njëjtë në shumë aspekte, për arsye se ajo don sfidën, edhe ky don sfidën në shumë aspekte, edhe është super, nuk kemi as pak ndonjë breng. Ndihmojnë njëri tjetrin. Po, gjithsesi, patjetër, po. Çdo herë. Sa e vështirë është të ruani një karrierë aktive kur jeni prindi një fëmijë me nevoja të veçanta? Në këtë rast do ta përdorja një thënie angleze, thotë if there is a will, there is a way. Kur ka dëshirë, ka edhe mënyrë. Pse e them atë? Po unë jam jashtëzakonisht i zënë me angazhime të plota. Jo si profesor ligjërues mysafir në disa universitete, jo në një organizatë ndërkombëtare, jam edhe futbollist, kam qenë futbollist, tash jam edhe trajner. Bëj shumë aktivitete, kam një shkollë për gjuhë huaja, për trajnime të ndryshme. Dhe çdo herë gjej kohë që të merrem edhe me Anuarin. Normalisht edhe me Amerin, me djalin më të madh, gjithashtu edhe shoqja, bashkëshortja, deri para 2-3 viteve ka qenë e papunësuar,
Do thotë puna kushtimisht kryesore ka qenë anuari dhe djali tjetër, mirë po nuk ka qenë vetëm puna asaj. Nuk ka qenë vetëm, do thotë, si them, një profesion i asaj, ishte bashkarisht, mirë po ajo është përkushtuar shumë në rritjen e anuarit, përderisa anuari i mori kushtimisht me të kombët e veta, është bërë shumë i banvarur, bën shumë punë vetë, dhe tani shoqja është e punësuar si mësuese, nuk ka asnjë farë pengesë. Është në të njëjtën shkollë ku shkon edhe anuari, jo që i duhet, mirë po për çdo rast është aty. Po. A ka patur momente kur keni menduar të hiqni dorë nga karriera apo të bëni ndryshime rrënjësore të jetës? Asnjëherë, pse për arsye se që të jemi më të mirë për anuarin ose për fëmijët tonë, për të dytë, sidoqoftë secili prind duhet të jetë në nivelin më të lartë të mundshëm për fëmijët e vet, ne duhet të jemi profesionistë. Karriera na bën ato që duhet të jemi. E tash nëse ne e shtypim sustën e pauzës për të bërë diçka tjetër, atëre me kënd po luftojmë. Me fatin që na është dhënë nga Zoti apo me realitetin. Realiteti është anuari po, ka nevoja pak më shumë se të tjerët, se fëmijët normal kushtimisht të themi, megjithse shumë punë bën vetë, si e ka më herët, asnjëherë, në asnjë moment nuk e kemi menduar që unë apo bashkëshortja ta ndalim karrierën tonë që t'i përkushtojmë, se do të shkoj prapë ajo, ku ka dëshirë, ka dhe mundësi, është e mundshme, me mirë kuptim, normalisht, aty ku punojmë të dytë në rast nevoje, se anuari ka qenë për terapi të ndryshme, qoftë fizikale, qoftë mentale, vazhdimisht, do thotë, nuk kemi ndarë që prej ditës kur është lindur, edhe rezultatet janë shumë të dukshme, do thotë edhe nuk kemi arsyetim tash, sidomos ku është bërë dhe më i madh, nuk kemi absolutisht arsye të bëjmë ndonjë pauzë, të ndalim karrierët tona, apo të bëjmë ndonjë ndryshim në jetën tonë. Këtu desha të ndalisha, normalisht shikohet edhe avancimi i djalit. Sa është e rëndësishme terapia e hershme për këta fëmijë? Nuk e di a mund të themi e hershme, është në kohë. Në momentin bile kisha thënë që jo kur të lindet fëmia, po prakisht që të trajnon prindërit njëherë. Unë vazhdimisht e diskutoj me shoqën edhe kam vazhdimisht telefonata, jo mesazhe gjithandej, se unë vazhdimisht e promovoj anuarin në rrjetet sociale për disa arsye. Arsyeja kryesore është i bindi prindërit që kanë fëmijë me nevojë të veçanta që është okay. Ndoshta është e vështirë. Që mund t'i ekspozojnë. Po, patjetër, ajo është mund t'i ekspozojnë për arsye se shumica e prindërve ndoshta edhe i largojnë, i privojnë këta fëmijë prej mundësive që mund t'ju jepen në jetën e tyre, duke i lënë anësh, që mos na përqeshin këta, mos na bullizon ky ose ai. Mentaliteti është pak sa me i dobët në këtë aspekt në përgjithësi, do thotë duhet një bashkëpunim i gjithanshëm. Ajo ekspozimi duhet të jetë gjithsesi. A keni gjetur mbështetje nga institucionet apo sistemi shëndetësor dhe i edukativ dhe çfarë mungon? Ajo është një temë pak që ndoshta do të duhet disa emisione. Jo secili mund ta bën këtë që kemi bën ne, për arsye se shqyr Zotit kemi pas mundësi financiare të merremi me terapi private, tash çdo terapi për fëmijët me nevojë të veçanta kushton. Tash shkaku që unë punoj, tash edhe shoqja punon, kemi pas ndoshta më lehtë në këtë aspekt. Ndihma e institucioneve shtetërore, qoftë atyre medicinale apo atyre edukative, është jashtëzakonisht e dobët. Në klasën e parë anuari, për shkak të mungesës së asistenteve në shkollat, në përgjithësi, një vit të tërë klasën e parë ka shkuar bashkëshortja si vullnetarisht. Çdo ditë, do thotë tash për fëmijën tonë bëhet fjalë, mirë po, 4 orë në ditë minimumin ka qenë shoqja me anuarin, si asistente, kushtimisht, jo zyrtarisht, normal. Edhe pastaj klasën e dytë erdhi asistentja, që u caktua prej Ministrisë së Arsimit. Një po në aspektin se ka një ndihmë të vogël që merr anuari dhe fëmijët me nevoja të veçanta që nuk i afrohet absolutisht nevojave, por të mbuluar nevojat që mund të jenë për këto fëmijë, se thash edhe më herët, çdo terapi, çdo send jashtë normales kushton shumë. Shuma që jepet ishte dikun 5.000 dinar pak më herët, tash është dikun 7.000 dinar, nuk jam i sigurt.
Edhe nëse e krahasojmë atë me nevojat ose me shtrejtimet që janë bërë gjithandej, mos të them turp, po është me të vërtetë jashtëzakonisht larg asaj që duhet të jetë. Që i bie se është ndihma minimale, bile nën minimalen. Fatmirësisht për ne si familje kemi pasur mundësi. Fatmirësisht për ne si familje është pranuar shumë mirë anuar edhe në shkollë, edhe në qerdhe, edhe nga shoqëria e vet, edhe në basketball tash shkon që gati 1 vjet. Kemi pasur fat. Do thotë edhe arsyeja se anuari është shumë i shoqëruar, shumë i shoqërueshëm, dhe s'kemi pas problem në adaptimin. Anuari adaptohet shumë lehtë, mirë po nuk mund ta thotë secili këtë. Do të unë njoh shumë prindër që kanë telashe të jashtëzakonshme, qoftë në ndihmat nga shteti, qoftë në perceptimin e njerëzve se si ata e shohin atë fëmijë ose atë familje, qoftë nga pranimi i atmosferës nga fëmiu vet, nga familja, por edhe ata që janë rreth tyre. Mungesa e financave, mungesa e kushteve financiare bën vetën, edhe disa njerëz fatkeqësisht mund të jetë edhe kjo si një apel për krejt, është këta ngelin mbrapa. Tash ne e dim që këta kanë ngjecje në zhvillim. Mi po me mungesat e financave akoma bëhet më madhe. Edhe kjo ndikon shumë keq negativisht, jo vetëm te fëmiu, por edhe te pozita e familjes në shoqëri, po pozita e familjes në familjen më të gjerë, gjithashtu që është tani është pak më e madhe, dhe duhet ta mendojmë këtë se bashkërisht të gjejmë një zgjidhje. Cili është mesazhi juaj për prindërit që sapo kanë marrë një diagnozë të tillë? Ta pranojnë atë si një dhuratë, një bekim, një gjë shumë të mirë, për arsye se ne kur e kemi shumë lehtë në jetë, harrojmë ndonjëherë se me të vërtetë jeta nuk është edhe aq e lehtë. Kur vjen një fëmijë me nevoja të veçanta, me ngjecje në zhvillim, na tregon neve se duhet të ndalemi dhe të shohim se ku jemi. Mos të hezitojnë as pak të kërkojnë ndihmë, nuk është turp, mos të hezitojnë as pak të ekspozojnë fëmijën që e kanë, për arsye se fëmijët që janë jashtë, që nuk kanë ngjecje në zhvillim, ata nuk kanë njohuri të mjaftueshme për këta fëmijë. Jo vetëm fëmijët, por edhe prindrit, edhe shoqëria si shoqëri, fatkeqësisht ka shumë pak njohuri, edhe ndoshta ky emisioni juaj do ta ngritë atë vetdijen e shoqërisë në përgjithësi, besoj që po. Sa më shumë të njohin këta fëmijë, më mirë do të jetë për të gjithë. Për arsye se ata që kanë njoftuar anuarin, e dinë se sa është i ëmbël, sa është i shoqërueshëm, sa është pozitiv. Unë tallem me gjithë ata që janë të shkolla penka, them se çdo kush e përqafon anuarin. Nuk fillon dita në shkollë pa e përqafuar secili anuarin. Qoftë pedagogja, qoftë drejtoresha, qoftë arsimtarët tjera, qoftë shoqet, mësuesja e këtij, asistentja. Në fakt nuk kanë fajse, është një dashuri. Po, faleminderit shumë, mirë, po e kam fjalën tash, unë tallashëm ata dhe me do të marr në të holla, kjo kushton, kjo është terapi në vete. Edhe është mirë të pranohet kjo. Ka njerëz të mirë që mund të ndihmojnë, definitivisht. Bashkarisht do të bëjmë disa sende, unë mundohem që të gjejmë ndihmë për sidomos për prindërit, sa ata kanë më të vështirë se krejt. Fëmijët do të adaptohen, sidoqoftë, mirë po bara më e madhe normalisht ju bjen familje. Sigurisht, po duhet të mundohemi ta ndryshojmë mënyrën se si prindërit tjerë e shohin këtë familje. Familje që ka fëmijë me nevoja të veçanta. Vetë perceptimi i familje që ka atë fëmijë duhet të ndryshohet gjithashtu, mirë po me edukim, me trajnime të ndryshme. Është mirë të mendohet në trajnimin e prindërve. Unë e di tash ka shumë shoqata private ku mirën me trajtimin e fëmijëve me nevoja të veçanta, jo mjaftueshëm me trajtimin e prindërve që kanë fëmijë me nevoja të veçanta. Është një temë e rëndësishme. Sigurisht që gjithçka nisen edhe nga prindrit një herë, pastaj edhe tek fëmijët. Aty fillon krejt, aty është piknisja te prindrit, po. Çfarë ju ka mësuar si njeri kjo përvojë që nuk e kishit mësuar më përpara? Të kujdesesh për dikën më shumë, ta kujtosh, ta kuptosh se sa është e fuqishme dashuria, të tash ne si njerëz falim dashuri gjithandej, mirë po jo gjithmonë e marrim prapë. Domethënë jo gjithmonë na kthen dikush dashurinë që e japim. Te fëmijët me sindromën Down, te fëmijët me nevoja të veçanta, ajo është një absurd, për arsye se këto japin aq shumë, sa ndonjëherë ne ndihemi aq keq se kemi dhënë ndoshta mjaftueshëm. Këta
dashurinë që japin, që ja shprehin secilit, mund lirisht ta vendosim nëpër kështu kavanos edhe ta shesim kushtimisht me thënë për energji pozitive. Unë shpesh kur e postoj edhe në Facebook apo në tjera rrjete sociale, them kush ka nevojë për energji pozitive, lirisht të jani të këshilloni të konsultoni me anuarin. Nga po anuar. Çfarë ëndrash keni për të ardhmen e djalit edhe për në familje në përgjithësi? Ëndra jonë si prind është veçmë duke u realizuar, për arsye se po e shohim që anuari është i zoti i vetvetes në shumë aspekte. Ne nuk duam më shumë se kjo. Mirë po, ëndra çdo prindi është të bën një jetë të rehatshme, një jetë ku edhe anuari edhe fëmijët tjerë që janë me nevoja të veçanta shifen si fëmijë të barabartë në shumë aspekte. Aftësitë që i kanë këto, qoftë me autizëm, qoftë me sindromin Down, ende duhet të hulumtohen, parasysh se ka shumë. Për shembull, të anuari ka aftësi të mbajturit mend, shumë. Në momentin që dëgjon qoftë ndonjë këngë apo diçka që e sheh për sipër herë, automatikisht e mban mend. Do të ka shumë fëmijë, po memoria është jashtëzakonisht e zhvilluar, pse mos të punohet në atë aspekt. Tash fëmijët me autizëm kanë diçka tjetër. Do thotë ata kanë një secili ka ato pikat e forta që duhet të zbulohet, po. Duhet të zbulojmë ato, që pastaj mos kemi problem, se për shembull të gjithë e njohin futbollistin Messi, një legjendë gjallë e futbollit, ai ka një lloj autizmi. Mirë po nuk shpreh, shumica nuk e përmendin, po thjesht as pak nuk përmendet kjo. Mirë po tash ata kanë detektuar se ai ka talent të jashtëzakonshëm futbolli. Edhe kanë punuar në atë çështje, kanë punuar në atë drejtim, ja sot ku është Messi. Po, që nuk diskutohet. Edhe për atë arsye unë them kështu. Zoti secilit prej neve ne ka dhënë nga një mision në këtë botë. Unë jam më së i sigurt që këto kanë ndoshta një mision më shumë. I pari mision është për të na ngritur neve vetdijen, për të hapur neve syt që jemi kinse pa nevoja të veçanta, megjithse unë kisha thënë që ne kemi më shumë nevoja se sa këta. Kam thënë shpesh se secili nga neve ka nga një nevojë të veçantë. Patjetër, ndoshta edhe më shumë, jo vetëm një. E tash misioni, edhe këta kanë një mision tjetër, shtesë që ta kenë jetë rehatshme. Domethënë këta kërkojnë vetëm një trajtim të barabartë. Ideja ëndra e imja dhe e shoqës edhe duhet të jetë gjithë familjarëve që kanë fëmijë me nevoja të veçanta, është që këta të trajtohen si tjerët. Se janë si tjerët. Ndoshta duken ndryshe, ndoshta njerëz shqiptojnë një fjalë apo dy ndryshe, ndoshta mund të sillen pak më ndryshe, mirë po në shpirt, në themel janë njësoj, në bazë janë njësoj. Bile shumë më të mirë, shumë më të ëmbël, nuk paragjykojnë, më të dashur janë, po i falë dashuri, ta falë 2 herë më shumë, po i dhaje vëmendje, ta jep 3 herë më shumë, kështu që ne e shohim edhe të fëmijët normal, apo se të njerëzit tjerë që s'kan ngecje, ka arrogancë, ka inat, ka zili, ka xhelozi, ka gjitha të këqijat, këto nuk i kanë. Nga shumë përpara neve, do thotë duhet t'i shohim si një aset, edhe ashtu t'i trajtojmë. Po. Unë ju falenderoj shumë që ishit dhe që rrëfyet një pjesë nga historia jote, biles do e quaja historinë më të bukur edhe rrëfimin më të bukur që është anuari. Ishte shumë kënaqësi që të kisha. Falenderoj shumë për ftesën, unë veç kisha një dëshirë, ndoshta një lutje, që ky emision të jetë vetëm fillimi i asaj që duhet prindërit ta kuptojnë se është okay, është krejt në rregull, të kemi një fëmijë apo 2 apo 3 në shoqëri tash në kohëve të fundit, si duket është rritur edhe numri i fëmijëve që kanë ngecje në zhvillim. Ta pranojmë këtë si realitet, mirë po jo si diçka të keqe, diçka pozitive, dhe të mësojmë prej kësaj bashkarisht. Lirisht unë jam Afrim Bajrami, lirisht mund të më kontaktojnë qoftë në rrjetet sociale për çfarëdo këshille. Mirë po qendra juaj Futuro për jetën është një bazë e rëndësishme, një burim energjie, ndoshta burim diturie, burim njohurish që shumica e prindërve nuk i kanë, lirisht le të drejtohen. Një falënderim i veçantë shkon te ju, për arsye se punën që e bëni ju, duke i trajtuar këta fëmijë, është një mision në vete. Do thotë misioni që ndoshta jo secili mund ta bëjë. Jam më i sigurt që ka shumë njerëz që ndoshta bëjnë shumë të hollë në ato profesionet e tyre, edhe nuk janë aq të fuqishëm në karakter, në moral, në zemër dhe në tru për t'u ballafaquar me pengesa që i kanë këto,
Dhimbja që vjen me familjet e tyre, kur vinë ata e shprehin edhe ndoshta nuk kanë nevojë as ta shprehin duket në sytë e tyre ndonjëherë. Është mirë të kenë ata prind të kenë një derë ku të trokasin dhe se ta shprehin atë dhimbje, për arsye se kanë pa njerëz, kanë pa prind që kanë dhimbje në zemrën e tyre, në shpirtin e tyre, mirë po s'din ku ta shprehin, për arsye se kanë frikë ndoshta shoqëria do t'i përqesh ata. Do t'i bullizon. Kemi një shoqëri shpesh arrogante, po e marr edhe pak kohën, Jo, vazhdo, s'ka problem. Ishte ai rasti me vajzën Ëmbla, nëse mbani mend, mund të Tetova apo në Gostivar. Në Gostivar. Po, e tash pse të ndodh një rast i tillë që të ngrihet vetdia. Gjithë ajo buj, nuk ka nevojë të bëhet buj. Veç do të jetë gjë normale. Të shkon presidenti i shtetit, ta viziton, okej, në rregull, mirë, super. Mirë, po pse mos shkon çdo ditë? Pse ai fëmijë të trajtohet ndryshe? Le të trajtohet edhe Ëmbla, edhe Anuari, edhe krejt tjerë, le të trajtohen njësoj. Do t'i shohim rezultatet që janë me të vërtet të pozitive për të gjithë. Parimisht për familjen e fëmijëve me nevoja të veçanta, për rrethin e ngushtë, për shoqërinë më të afërt, për shkollën, për shoqërinë më të gjerë, pse jo edhe për botën. Faleminderit edhe një herë shumë për ftesën. Faleminderit juve dhe faleminderit për këto mesazhe kaq të vyera për të gjithë ne. Tani do të kalojmë në një pjesë të punës me fëmijët në qendër dhe mirupafshim dhe miru takofshim në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, qofshim mirë. Hajde më je polan dhëmbët. Të lumë ca bukur. Shiko, një dhurat fitove. Hajde më je pungjyros. Bravo sa bukur. Shiko, një yll për ty. Hajde më je poluan. Bravo sa bukur. Edhe smali është për ty. Hajde më je polan dhëmbët. Sa bukur të lumë. Shiko, edhe një dhuratë fitove. Hajde provojmë përsëri. Më je poluan. Të lumë, sa bukur. Dhurata për ty. Hajde edhe një herë. Më je poluan. Të lumë, sa bukur. Shiko, edhe yllin e fitove. Bravo, plasë dorën. Hajde, bashko qaj. Bravo, sa bukur. Bashko gota. Të lumë, bashko fshesa. Sa bukur. Shiko, fitove një zemër. Hajde, provojmë përsëri. Bashko fshesa. Bravo. Bashko qaj. Sa bukur, të lumë. Hajde, provojmë përsëri. Bashko qaj. Sa bukur. Bashko fshesa. Të lumë, sa bukur. Bashko gota. Shumë bukur. Bravo, shiko. Ylli për ty. Bravo, plasë dorën.